Sipas statistikave të regjistruara në Bashkinë e Sarandës, turizmi gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 ka shënuar një rritje me 29% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat përfshin si vizitat në site turistike të qytetit, ashtu edhe numrin e pasagjerëve të regjistruar në port. Kjo rritje e ndjeshme e fluksit turistik pritet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të zonës dhe pozicionon sezonin e ri si një nga më të suksesshmit për Bashkinë e Sarandës. Autoritetet lokale konsiderojnë këtë trend si një tregues të qartë të rritjes së interesit për destinacionin. Nga statistikat e para që kemi, për shembull nga vizitueshmëria në sitin e Butrintit, jemi 29% më tepër nga viti i kaluar për tremujorin e parë të vitit 2026 krahasuar me vitin 2025, gjithashtu dhe të ardhurit edhe numrat e përpunimit të pasagjerëve nga porti i Sarandës janë gjithashtu pozitiv, që do të thotë që presim një sezon të suksesshëm turistik. Ndërkohë bashkia vjon punën për përgatitjen e plotë të sezonit turistik, duke përfunduar disa investime të rëndësishme në përmirësimin e hapësirave publike dhe infrastrukturës. Jemi në përfundim të gjitha punimeve infrastrukturore, si në Sarandë edhe në Ksamil. Kemi mbaruar me pjesën kryesore të plazheve publike që janë gati të mirëpresin të gjithë vizitorët, sikurse e shikoni edhe ju, vizitorët e parë kanë filluar edhe kanë akses të plot në plazhet publike, ndërkohë të gjitha grupet e terrenit janë në gatishmëri të plot për mbarvajtjen e këtij sezoni. Këto ndërhyrje synojnë të ofrojnë kushte më të mira për turistët dhe të rrisin cilësinë e shërbimeve në qytet.